Shtëpia është diçka. Shtëpia është djersa, jeta, gjithë mundi im që kam punuar kaq kohë. Shtëpia çdo gjë. Sot jemi në një situatë tillë ku kemi 30% të paktën, mbi 30% më pak pyje se që kishim para 20-25 vitesh. Pra, total. Praktikisht, fondet për rigjenerimin e pyjeve, për shtimin e sipërfaqes pyjore për pyllëzimin në Shqipëri janë më të ultat në Europë dhe më të ultat gjithashtu në rajon, pra Maqedonia. Ky pyll brezi jon njerë, unë njerë, po dhe fëmijët e mi nuk mund të çojnë një shilet. Pishme. Siç ishte më përpara. Se pisha shumë e vështirë, nuk bëhet. Kjo është një gjë, një katastrofë shumë e madhe në zonën tonë.